Si që shikoni, kjo është një situatë e tensionuar që ka nisë që mëngjes, ku antarët e kësaj qendre votimi që mëngjes kanë deklaruar që çelësat e qendrës i mbante drejtori postës. Është turpshme kjo gjë, se s'ka se si mund t'i marrë drejtori postës, vetë antari i komisionit, ka thënë antari tonë, që në fillim ka nisë dhe që në atë mëngjes ka qenë tensionuar këto situata, derisa arritin agravimin ku një vëzhgues ose vëzhguesi i PS-s, përveç gjithë patronazhistëve që janë te dera, fotografon votën një herë, dy herë, tre herë, derisa është shkapur nga, pastaj ka lindur edhe incidentet nëpërmjet shtyrjet, ofendimit, këto që janë i nati momente se s'mundet, e vetme gjë që po bëjnë sot është detyrojnë njerëzit që punojnë në administratë shtetërore për të fotografuar votën, ose atyre që i kanë çuar në kile mjell. Se nuk ka logjik tjetër, po të shikosh në përqendër, unë kam denoncuar gjatë gjithë ditën time në Facebook. Sot shikon gjithë delegumit e Tiranës, e përfaqësues që të cilët deklarojnë që nuk e qethin fare për spakur me këtë zhargon, se rrinë atje 10 metra nga kutia votimit, intimidojnë dhe mbajnë me vete të gjithë të tjerë që i kanë punë, gjithë ata kanë punë, po të shikosh, unë i kam publikuar gjithë patronazhistët e Tiranës, lindi konflikti dyshoj tek një person i cili besoj se është armatosur, për cilën po e them pra dhe këtu publikisht, po e kam informuar që janë persona dyshim në qendrën e votimit te shkolla në Gramsh, ku rrinin në distancë nga njëri tjetri dhe të pajisur me marsup. Sa herë që kalonte një makinë vinin dorën te marsupi. Kështu që unë lëm dyshim që janë të armatosur, këtë e the publikisht, bëj çfarë doj policia e shtetit, edhe policia e shtetit, se qedh fare, po e them kështu se qedh, po hiç. Më thënë, edhe kur e bën një deputet që ngrek të shqetësim, ja çon të filmuar dhe makinën apo të fotografuar, përsëri dhe patronazhistët jam detyruar pastaj t'i bëj publike në rrjetet e mia sociale, të gjithë personat e dyshimt që janë të gjithë pafund në qendrat e votimit, persona që merren me lista, persona që rrinë në distancë, që intimidojnë zgjedhësit sa herë shikojnë distancë vendi kapin, apo intimidojnë, i kujtojnë dhe njëherë vendin e punës, shikojnë se nesër është prapë e hënë, do vesh prapë në punë, dhe kjo është problematika që po ndodh në Lushnjë, të cilën e kam denoncuar. Derisa pati situatën në Zham ku votohesh akoma në dollap. Fillimisht e kishin bërë si qenefi që kemi pas dikur në kohët te fiku me çarçaf në mënyrë që të gjithë ta jepnin me foto, se s'kishte mundësi të shikojë njëri në gjithë celularin apo jo. Dhe nga ana tjetër pastaj ka emancipuar me kalum dollap, nga qenefi në dollap, dhe nga dollapi po shkojmë në Europë me në fund erdhi kutia. Kjo është situata në Savër, e njëjta situatë, në 20 veta janë lëshuar si qenë brenda në qendrët votimit, përfaqësuesit po gjithashtu, siç janë dhe ato denoncimet që unë kam bërë këto ditë, ku kryetar partish të zonave vazhdojnë të lajnë akoma detyrimet që kanë në përushqimore njerëzit. Aktualisht vazhdon procesi i votimit, zoti Kodeshi? Si nuk Aktualisht vazhdon procesi i votimit? Aktualisht ka filluar procesi i votimit, është duke vijuar pasi situata siç e patë është e shqetësuar. Policia e shtetit kërkon bashkëpunimin ton dhe ne do t'ja japim, po inshallah na jep dhe ajo bashkëpunimin e saj, sepse ja kemi kërkuar disa herë, po që do, nuk gjojnë, çuditërisht nuk gjojnë në veshet sa herë që themi ne diçka për të bashkëpunuar. Do të thënë, ne në rastin ton, spionat kanë më shumë vlerë se sa qytetarët e thjesht, edhe pse sa ndërrohet nga shteti. Pra, ne duhet marrim rolin e patronazhistit, po se patëm atë stemën e 100 lekësh nuk na dëgjoi policia e shtetit, siç intimiduan di edhe nën kryetarin e Partisë Demokratike, se një budallak që hedh gurin lum.